22 vjeçare shqiptare Ilaria Sula ishte raportuar e zhdukur prej 25 marsit në Rom. Ajo u gjet e vdekur në një zonë të pyllëzuar në Poli. Trupi i saj ishte futur në një valixhe dhe disa persona që frekuentojnë një zonë hyjore në Poli e kanë gjetur të rem pa shenja jete, të mbyllur brenda një valixhe të hedhur në një humner. Mësohet se ajo së fundmi ishte në një lidhje me një shtetas filipinez i cili është identifikuar si Mark Samson. Ai dyshohet se ka goditur me thik disa herë Ilaria në apartamentin e tij dhe më pas ka tentuar të zhduk trupin. Pas vrasjes, Samson ka vazhduar të përdor telefonin e saj për të dërguar mesazhe dhe për të postuar në rrjetet sociale. Kjo për të krijuar idenë se ajo është ende gjallë. Rektorja e universitetit, Antonella Polimeni, e cila ngjarjen e ka cilësuar si të tmerrshme, që ka lënë të gjithë pa fjalë. Në këtë moment dhimbje jemi pranë familjes së Ilarias dhe gjithë komunitetit ton studentor, u shpreh ajo. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbardhur plotësisht këtë krim të rëndë dhe për të sjellë drejtësi për ëndrat e Ilarias, të cilat u shuan në mes në mënyrë më tragjike.